Mirë se vini në kanalin ton, mos harroni të bëni subscribe dhe të klikoni si përzdiles për të marrë njoftimet më të reja. Faleminderit! Mjeku çudit botën, gështenjat shërojnë këto 4 sëmundje, ja kush duhet i konsumoj me njëherë. Disa i pëlqejnë të pjekur, të tjerët mendojnë se është edhe më mirë pa pjekur dhe të gjithë kanë të drejtë sepse gështenja është e përsosur në çdo formë, pavarësisht se si ajo përgatitet. Ndryshe nga shumica e frutave të tjera të thata, gështenjat përmbajnë pak proteina ose yndyrra dhe ofrojnë kryesisht karbohidrate komplekse. Megjithatë, kjo nuk do të thotë se i mungojnë lëndët ushqyese thelbësore. Është gjithashtu plot me vitamina dhe minerale të cilët janë të vlefshëm për trupin tonë. Për këto arsye, ju nuk duhet të humbisni konsumimin e gështenjave gjatë sezonit. Përmbajnë fibra bimore të cilat janë të rëndësishme për tretjen. Vetëm 10 gështenja të pjekura plotësojnë 17% të sasisë së rekomanduar ditore prej 25 deri në 30 gram fibra, fal të cilave tretja normalizohet. Fibrat e gështenjës kontribojnë gjithashtu edhe në uljen e nivelit të kolesterolit të keq dhe mbajtjen e një peshe optimale, e cila është veçanërisht e rëndësishme për njerëzit të cilët duhet të shikojnë çdo kalori që ata hanë. Ato përmbajnë karbohidrate komplekse të cilat treten ngadalë. Kur jeni të uritur, mos nguroni që të merrni një gështenjë. Kjo nuk do t'ju shkaktoj rritje të sheqerit në gjak, por do të eliminoj dhimbjet e urisë dhe ngrënien e tepërt. Ndryshe nga bajame dhe kikirikët të cilët kryesisht përmbajnë proteina, gështenjat janë njëkohësisht të pasura edhe me karbohidrate komplekse. Trupi i tret ato ngadalë, ndaj ky frut të vjeshtë konsiderohet si një burim i qëndrueshëm energjie. Gështenjat gjithashtu përmbajnë vitaminë C, e cila është e vlefshme për imunitetin. Ndryshe nga frutat e tjera, gështenjat përmbajnë gjithashtu vitaminën C, e cila njihet më së miri për forcimin e sistemit tuaj imunitar. Megjithatë, është gjithashtu i vlefshëm edhe për shëndetin e enëve të gjakut, forcimin e muskujve dhe kolagjenin në të gjithë trupin tuaj. Si një antioksidant, vitamina C gjithashtu mbron qelizat nga efektet e dëmshme të radikaleve të lira dhe po ashtu ajo është tërësisht fantastike për shëndetin, duke qenë se ndihmon edhe në absorbimin dhe në ruajtjen e hekurit. Si një antioksidant, vitamina C gjithashtu e mbron trupin tuaj nga radikalet e dëmshme të lirë. Ajo përmban bakër, i cili stimulon formimin e qelizave të kuqe të gjakut. Bakri, gjithashtu si vitamina C, pastron enët e gjakut, forcon në nervat, sistemin imunitar dhe kockat, si edhe ndihmon njëkohësisht në përthithjen e hekurit. Për të plotësuar 1/5 e nevojave ditore të trupit, për këtë lëndë ushqyese mjafton që ju të hani 10 gështenja të pjekura, dhe duke folur për enët e gjakut, duhet të përmendim edhe zemrën, kur ne duhet të konsumojmë yndyrat e mira, acidet yndyrore omega 3 dhe omega 6 nga gështenjat. Ato përmbajnë kalium, i cili është mjaft i rëndësishëm edhe për rregullimin e presionit të gjakut. Gështenjat e pjekura përmbajnë shumë pak natrium, por është e pasur me kalium, prandaj konsiderohet e dobishme për njerëzit me hipertension. Kjo ndihmonte nga fakti se ka një efekt të theksuar diuretik dhe gjithashtu kontribon në eliminimin e lëngjeve tek njerëzit të cilët vuajnë nga mbajtja e ujit në trupin e tyre. Gështenjat e zjera treten më lehtë nga ato të pjekurat, por përmbajnë vetëm pak kalori. Gështenja e zjerë gjithashtu përmban edhe 120 kalori për 100 gram dhe e pjekura përmban 190 kalori për 100 gram. Sipas ekspertëve, gështenja
Është e pasur me folate, e cila është një karakteristike e perimeve me gjethe jeshile. Përveç vitaminës C-ju do të gjeni edhe vitaminë B1, B2, B6 dhe acid folik. Ai gjithashtu është përgjegjës edhe për formimin e qelizave të kuqe të gjakut dhe sintezën e ADN-s. Ky ushqim është i mirë edhe për gratë shtatzëna sepse parandalon shfaqjen e anomalive në fetus. Duke ngrënë gështenja, ju do të futni në trupin tuaj substanca të rëndësishme si për shembull fibra, magnez, bakër, mangan, hekur dhe gjithashtu zink dhe kalium. Duke konsumuar gështenja, fibra do të ndihmojë edhe në uljen e niveleve të kolesterolit. Gështenjat mund të përdoren për të bërë miell dhe pure, sepse ashtu si lajthit dhe bajamet, ato janë pa gluten. Nga ana tjetër, ka një përqindje më të lartë të nisë shtesë, ndaj ngjan më shumë me patate dhe me mistrin. Gështenja si një ilaç, këtë frut ju mundet që ta hani të zier, të pjekur ose të përgatitur në çaj. Në çdo formë do të ndjeni shijen e saj interesante dhe do të merrni të gjitha vlerat ushqyese. Çaji i gështenjës dihet se ndihmon me problemet e tretjes dhe veshkave. Çaji i gështenjës ndihmon me simptomat e astmës dhe bronkitit. Gështenja gjithashtu shërben për venat. Është e rëndësishme të dini se si të dalloni një gështenjë të egër nga një gështenjë shtëpiake, edhe pse gështenjat e egra nuk janë të ngrënshme. Pavarësisht prej saj bëhen tinktura dhe kremra të ndryshëm sepse është shumë medicinale. Gështenja e egër si ilaç përdoret për problemet me venat e zmadhuara dhe kapilarët e thyrë, hemoroidet, menstruacionet e dhimbshme dhe gjithashtu zmadhimin e prostatës. Gështenjat nga ana tjetër përmbajnë edhe një nivel të lartë të yndyrave të ngopura të tilla si oleik dhe palmitik. Ato mbrojnë sistemin kardiovaskular dhe gjithashtu do të ndihmojnë së bashku me fibrat në gështenjë në uljen e nivelit të kolesterolit. Ajo largon gjithashtu edhe ujin e tepërt. Gështenja ka aftësinë për të nxjerrë ujin e tepërt nga trupi, ndaj ajo ndihmon në problemet me veshkat dhe njëkohësisht me stomakun. Do të ndihmojë edhe në qarkullimin dhe rrjedhjen e ushqimit në përzor si edhe ujin. Ka një efekt antiinflamator. Për shkak të vetive antiinflamatore, gështenja është një ushqim tërësisht ideal për njerëzit të cilët vuajnë nga artriti dhe reumatizma. Kini kujdes kur blini gështenja të freskëta, zgjidhini gjithmonë frutat me sipërfaqe të shndritshme dhe pa dëmtime të dëmshme të guackës. Kur i merrni në dorë, pesha duhet të korrespondojë me madhësinë e saj. Me që është vjesht, nuk do të thotë se gështenjat e pjekura dhe të ngrohta mund t'i hash vetëm në rrugë, edhe kur nuk kemi mjete për t'i pjekur, mjafton një furrë për ta bërë realitet dëshirën tonë. E rëndësishme është që të ndjekim këshillat. Duhet që minutat e pjekjes të shkojnë sipas madhësisë së frutit. Nëse keni një furrë special, mjaftojnë 20 deri në 35 minuta pjekje në një temperaturë prej 220 gradë. Ato duhet të hahen të ngrohta në mënyrë që të mos u mbasin shijen dhe të mos u hiqet lëkura më me lehtësi. Për të përgatitur gështenjat e pjekura duhet që të paktën t'i zhytni në ujë të ftohtë 2 orë para gatimit. Thajini dhe për të siguruar që të mos plasin, bëjni nga një të prerë të vogël në maj. Shpërndajni në një letër gatimi derisa të marrin gjurkafe të pjekjes. Pasi të piqen, lërini të qëndrojnë në një pecet të tharë për disa minuta. Shërbeni të nxehta. Në qoftë se doni t'i ruani më vonë, mund t'ua hiqni lëkurën, t'i vendosni në një qeste për ushqime të ngrira dhe t'i konsumoni brenda pak ditësh. Mirëpo duhet të dini, informacionet në këtë video kanë për qëllim të plotësojnë dhe të mos zëvendësojnë këshillat e mjekut tuaj dhe nuk kanë për qëllim të mbulojnë të gjitha përdorimet të mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose efektet negative. Informacionet në këtë video mund të mos i përshtaten rrethanave tuaja shëndetësore, prandaj para përdorimit konsultohuni me mjekun tuaj.
Nëse doni të dëgjoni video tona që ne postojmë çdo ditë, kliko subscribe. Ju ftojmë gjithashtu të bëni like në video tona nëse i keni dëgjuar dhe pëlqyer ato. Faleminderit që e patë videon ton. Shpërndajeni këtë video në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe shokët tuaj. Faleminderit.